janë pak metra larg kuvendit, ku kolegu Enes Ritgashi zakonisht realizon intervistat me përfaqësues politik, ku janë të pozicionuar dhe ku punojnë dhe ku paguhen. Kjo ka ndodhur në atë rast. Përpos kësaj që pam në pamje, unë besoj që baza e këtë këtij diskutimi, kushtimi, këtë kësaj ngjarje ka të bëjë me klimën që është instalu në Kosovë. Pra, kush po i kontribon kësaj klime? Kush e ka instalu idenë që ti mundesh shumë lehtë më ofru mi thon deputetët po rran, mundesh me godit, mundesh me kërcënu. Pra, një zyrtar të institucionit i cili është i zgjedhur i popullit, megjithatë po flasim për zotin Zemaj, i cili ka një numër të madh votave në zgjedhjet e fundit dhe që është në 6 ose 7 mandate sa është deputet. Pra, sot me shumë lehtësi ti mundesh më ofru edhe një ministri, kryeministri ti që i ka marrë një 10 truproje, është pak problem më ofru, s'ki shans. Apo kupton domethënë çka kemi ardhur sot dhe ku jemi si shoqëni. Secili zyrtar institucional që është i zgjedhur i popullit dhe ka një lloj, s'po them privilegje, po ka një lloj kufizimi që i jepet në raport me lëvizjet e tij, në raport me punën që bën. Sepse ajo është i zgjedhur, ai ka një përparësi në këtë kuptim dhe i njëjti faktikisht paguhet për me qenë në shërbim të njerëzve, por jo sa ti vjen mundësia dikujt me godit, me ofendu dhe me bë. Ofendime, vezë, gjithçka kemi bë, po jo deti ideja që më ardh me tentu me godit një deputet i cili është duke punu. Pra ti kur je në vend punë dhe të punu me të ofru dikush, natyrisht shëmbrohesh, sepse nuk ka logjik tjetër. Edhe nuk ka se si veprohet ndryshe. Kështu që do më normalizu boksin, se atë unë të përren, unë me tro boks. A di çka është problemi normalizimit këtu Blerim? Normalizimi ideja është me ardhi kush tash me na shonjeve çtoj bën. Po, te ideja që Blenci me hiç ka shit. Jo, çta shin dikush me hi, jo, natyrisht të ofrohet, citojmë absolutisht. Ai dëshiron me ta futi. Sa herë kanë ofenduar dhe kanë cilësu Albin Kurti, kish me të boks. Po ta shëru këtë, nëse dikush na ofrohet çto më në studio. Dhe tenton na godit, natyrisht shëmbron. Dhe ti mbrosh, dhe godet me boks. Sepse ka ardhur vend punë këtu. Ti të fol, jam duke njerëzor, jam duke paramendu Gashin duke godit me boks. Po nuk ka logjik ndryshe. Ti e vend punën këtu. Apo kupton? Gash, ku e din ti çka ka pas me nxjerrë ai pixhet? Ku e din çka ka pas? Ofendon ai këtu shku. Ai nuk unal mision tina. Ai unes. Ai veç ja gjuti do u kthye dhe çoj dorën. Kur nisi me shku mbrapa ai u kthye. Ai u kthy në momentin që Zemaj reagon. Tash unë nuk du me arsitu asnjë moment veprimin e Zemajt, sepse po pajtohem që të gjithë që dhuna nuk është zgjidhje për asnjë gjë. Edhe është definitivisht pamje shëmtume. Po që ky pori e prish kë. Jo, se prish Gashi. Gash, unë thjesht po ta bëj një pyetje ty. Sinqerisht po. Po ka fjalë lirë, për ti. Jo, absolutisht jo. Unë s'po arsyetoj veprimin e Zemajt, është turpshme. Është pa pranueshme edhe fizike. Ai u distancu vet nga veprimi i tij. Ai ka kërku falje, unë s'po arsyetoj asnjë moment. Por është që kjo klima që është kriju, pra, nuk po them që ndoshta ka 2, 3, 5 vite që në farë forme rrjetet sociale, plot gjona tjera kanë ndikuar qytetarët me uni shumë të lirë, edhe atëherë kur ti nuk thu kur gjë, edhe atëherë kur thu diçka, edhe atëherë kur e thu veç një të vërtet, me pas komente, fjalë të panevojshme. Kështu që unë në çat aspekt po mendoj që absolutisht e konsideroj të panevojshme dhe të tepërme dhe të pahishme veprimin e zotit Zemaj. Po në anën tjetër, nëse kthehemi në ato çka e përmendet edhe ti, edhe Fidani, nëse kemi parasysh profilin e zotit Zemaj, një deputet shumë mandate, i cili asnjëherë nuk ka qenë i përfshim, qoftë edhe në debatë ndoshta shumë të zjarrta, po them kështu. Jo, e vërtet. Pej më herët, edhe në debate televizive apo në kuvend apo kudo tjetër, nuk ka qenë një nga ata deputet që është njoft për ndonjë person i dhunshëm ose që ka shpreh dhunë ose merit madhe për çfarë të qoftë. Mon ka ditë me menaxhu situata ndoshta edhe matrona, por nganjëherë besoj që është din edhe me u bë tepër. Që thojnë kur palohen shumë edhe vjen një moment ku ti. Ka pasur atë momentin kur ky gjatë Koci kur i ndërhynte aty, kur bënte pak filma në kuvend aty. Aty me Zemaj në ka patur. Po edhe aty domethënë Zemaj me gjithë. Aty ka qenë Zemaj po nuk ka shku me as me sulmuzë. As nuk ka shku me sulmuzë. Po mirë dhe pengonte ka protestuar. Kjo është puna jone, ajo është puna jote, i vazhdoj tonë në tonën. Unë nuk po dua asnjë moment me arsyetu ose me pranu ato çka ka bëu zoti Zemaj. Absolutisht është pa më. Çka ishte kjo e reja në këtë video nëse çe e pam do duhet ti diskutoj këto se është shumë interesante për ndryshe, është ndërhyrja
edhe momenti kur zoti Bahtiri tenton të